Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 15 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Korrik. Ngjarje 1948. Presidenti amerikan Harry S. Truman u nominua për një mandat të dytë gjatë kuvendit të Partisë Demokratike në Philadelphia. 1971. Presidenti Richard Nixon paralajmëroi se do ta vizitonte Republikën Popullore të Kinës për të kërkuar normalizim të raporteve. 1976. Odiseja 36 orëshe e rrëmbimit filloi për 26 nxënës dhe shoferin e autobusit të tyre, pasi që ata u rrëmbyen nga 3 armatosur në Kaliforni dhe u mbajtën në një qeli nëntoksore. Të rrëmbyerit ikën dhe nuk pati të lënduar. 1979. Presidenti amerikan Jimmy Carter mbajti një fjalim në të cilin kritikoi krizën e besimit në Amerikë. Ndonse ai nuk e shfrytëzoi këtë term, fjalimi mbeti i njohur si fjalimi i sëmundjes. Lindje 1606. Lindi piktori Rembrandt në qytetin Leiden të Hollandës. 1901. Lindi Nicola Abagnano, filozof italian. 1930. Lindi Jacques Derrida, filozof francez. 1949. Lindi Carl Bildt, politikan suedez. 1963. Lindi Brigitte Nielsen, aktore daneze. 1971. Lindi Daniela Martinovic, këngëtare kroate. Vdekje 1876. Vdiq Aleksander Fredo, dramaturg polak. 1904. Vdiq Anton Pavlovich Chekhov, letrar rus. 1915. Vdiq Çerçistopulli, pushkatohet në Shkodër. 1915. Vdiq Mehmet Shpendi, bashkëthemeluesi dhe udhëheqësi kryesor i djemnisë së Shalës, udhëhoqi qetat e Dugagjinit kundër pushtuesve Osman dhe atyre të Malit të Zi, heroi i popullit. 1915. Vdiq Vat Qeloshi, luftëtar dhe pjesëtar aktiv i djemnisë së Shalës, dëshmorja Theut. 1919. Vdiq Hermann Emil Fischer, biokimist gjerman. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Albin Kurtit, i cili është aktualisht kryeministri i Kosovës dhe që njihet për vendimet e tij që po merr në situatën e krijuar në veri të Kosovës. Albin Kurti, i lindur më 24 mars të vitit 1975 në Prishtinë, është një politikan dhe aktivist shqiptar që shërben si kryeministër i Kosovës që nga 22 mars i vitit 2021, pasi ka shërbyer më parë në atë rol midis shkurtit dhe qershorit të vitit 2020. Ai u bë i njohur në vitin 1997 si nënkryetari i Sindikatës Studentore të Universitetit të Prishtinës dhe organizator kryesor i demonstratave jo të dhunshme në vitet 97 dhe 98. Kur Adem Demaçi u bë përfaqësues politik i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Kurti punoi në zgjuarjen e tij. Ai është deputet i Kuvendit të Kosovës që nga viti 2010 në 3 legjislatura dhe radhasi. Prej 21 janarit të vitit 2018, Albin Kurti është kryetari i Partisë së Lëvizjes Vetëvendosje, të cilën e themeloi dhe drejtoi në vitet 2005. Biografia. Ai lindi më 24 mars të vitit 1975 në Prishtinë. Pas arsimimit bazë në vitet 1981 deri në vitin 1989 dhe mëtej atij të mesëm, 1989 deri në vitin 1993 në Prishtinë, vazhdon studimet në rezistencë kundër Miloševićit në gusht të vitit 1997. Albin u kyç në Unionin e Pavarur të Studentëve të Universitetit të Prishtinës, si antar i kryesisë e më vonë si zyrtar për marrëdhënie ndërkombëtare.
Kurti ka qenë gjithashtu dhe antar i Këshillit Organizativ të protestave faqësore dhe të padhunshme studentore për lirimin e objekteve universitare të uzurpuara me dhunë nga regjimi i Miloševićit. Ai ishte një ndër udhëheqësit e protestës historike studentore më 1 tetor të vitit 1997, e cila u shtyp brutalisht nga policia e Miloševićit. Në fillimin e luftës në Kosovë, në gusht të vitit 1998, Albin Kurti filloi punën në zyrën e përfaqësuesit të përgjithshëm politik të UÇK-s Adem Demaçit, ku shërbeu si sekretari i zyrës. Gjatë kësaj kohe ka qenë i angazhuar në gjetjen e zgjidhjes politike për krizën në Kosovë. Gjatë bombardimeve të NATO-s, ai qëndroi në Prishtinë deri më 27 prill të vitit 1999, kur policia serbe arrestoi. Më 10 qershor, me tërheqjen e forcave serbe në Serbi, ai së bashku me të burkosurit e tjerë shqiptar u transferua në burgjet serbe. Më 13 mars të vitit 2000 në Nish, Albin u dënua me 15 vit burgim të rënd. Gjatë gjykimit, ai refuzoi të njihte legjitimitetin e gjykatës, duke thënë: "Ky gjyq nuk ka asgjë të përbashkët me të vërtetën dhe drejtsinë. Ky gjyq shërben politikozitore të regjimit të Miloševićit, që e ka mbajtur Kosovën në okupim." Kur u dënua, ai tha: "Nuk është me rëndësi nëse më dënoni dhe sa më dënoni. Çdo gjë që kam bërë vullnetarisht dhe me dignitet. Jam krenar për këtë dhe po i jepet rasti do të veproja sërish njësoj." Si rezultat i presionit ndërkombëtar, ai lirua më 7 dhjetor të vitit 2001. Në 23 prill të vitit 2003, ai u diplomua në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe Telekomunikacionit në Universitetin e Prishtinës dhe vazhdoi të jetë aktivist të drejtave të njeriut dhe atyre civile. Ai punoi si aktivist në rrjetin e aksionit për Kosovën, të formuar në vitin 1997 në konferencën Drejtime të reja të mbajtur në Prishtinë nga data 8 deri 13 korrekt të vitit 2003. Në këtë mënyrë, ai siguroi vazhdimsinë me anë të një fillimi të ri. Aktivitetet përqendroheshin në 3 fusha kryesore: çështjet e drejtave të njeriut dhe drejtësia sociale, arsimi, kultura dhe arti. Ai fillimisht u zgjoll si kryeministër i Kosovës më 3 shkurt të vitit 2020 me 66 vota dhe 10 abstenime. Ai u rrëzua më 3 qershor të vitit 2020 me 82 vota, pra ku qëndroi për 50 ditë. Në mars të vitit 2021, Albin Kurti zgjidhet prapë si kryeministër pas 13 muajsh me 67 vota pro dhe 30 vota kundër. Tani do të kalojmë në rubrikën e dhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vitaminës B6, cilat janë ushqimet që përmbajnë këtë vitaminë kaq të rëndësishme, çfarë sjell mungesa e saj dhe teprica e kësaj vitamine në organizmin ton. Vitamina B6 është një rëndësie të veçantë për shëndetin e zemrës, sistemin tretës, funksionimin e muskujve, energjinë e të tjerë. Organizmi përdor vitaminat e kompleksit B për të transformuar ushqimin në energji. Të gjitha vitaminat e kompleksit B janë të rëndësishme për metabolizmin, trurin, mëlçin, qelizat, shëndetin e flokëve, lëkurës dhe syve. Vitamina B6 për trurin dhe sistemin nervor. Ajo është e përfshirë në prodhimin e hemoglobinës, proteina në gjak që transporton oksigjenin në organizëm. Kjo vitamin ndihmon në prodhimin e serotoninës, hormonit që rregullon humorin, dhe noropinefrinës që ndihmon trupin të përballojë stresin. Vitamina B6 ndihmon në prodhimin e melatoninës që rregullon gjumin. Së pari, duhet të dini se vitamina B6 nuk tretet në ujë. Për foshnjët nga periudha deri në 6 muaj ka nevojë për 0.1 mg në ditë vitamin B6. Për fëmijët nga 6 muaj deri në 1 vjeç ka nevojë për 0.3 mg në ditë. Për fëmijët nga mosha 1 deri në 3 vjeç ka nevojë për 0.5 mg në ditë vitamin B6. Për fëmijët nga mosha 4 deri në 8 vjeç ka nevojë për 0.6 mg vitamin. Për fëmijët nga mosha 9 deri në 13 vjeç ka nevojë për 1 mg vitamin B6 në ditë. Për djemt nga mosha 14 deri në 18 vjeç ka nevojë për 1.3 mg vitamin B6 në ditë. Për vajzat nga mosha 14 deri në 18 vjeç ka nevojë për 1.2 mg vitamin B6 në ditë. Të rriturat
Burrat dhe gratë nga mosha 19 deri në 50 vjeç ka nevojë për 1.3 mg vitaminë në ditë. Burrat mbi 51 vjeç ka nevojë për 1.7 mg vitaminë B6 në ditë. Gratë mbi 51 vjeç ka nevojë për 1.5 mg vitaminë B6 në ditë. Gratë shtatzëna ka nevojë për 1.9 mg vitaminë B6 në ditë. Disa prej burimeve kryesore ushqimore të vitaminës B6 janë ushqimet e pasura me proteina si fasulet, qiqrat, mishi, shpendët, dritërat, arrorët, bananet, patatet dhe peshku. Nga ana tjetër, sasitë më të mëdha të kësaj vitamine shkaktojnë dëmtim të nervave, sëmundje të mushkujve. Vitamina B6 është zakonisht e përfshirë në multivitamina. Ajo është tepër e rëndësishme për trupin tënd, duke qenë se merr pjesë në kryerjen e shumë funksioneve. Ajo ndikon në gjendjen e oreksit, gjumit, të menduarit dhe humorit ton. Trupi ynë ka nevojë për vitaminë B6 për të luftuar infeksionet, për të konvertuar ushqimin në energji dhe për të ndihmuar gjakun në transportin e oksigjenit në të gjitha pjesët e trupit. Por çfarë shkakton mungesa e vitaminës B6? Mungesë energjie. Niveli i ulët i vitaminës B6 mund të shkaktojë aneminë, që do të thotë niveli i ulët i ruazave të kuqe në gjak. Kjo mund të bëjë të ndjeni të lodhur dhe të dobët fizikisht. Anemia mund të shkaktohet dhe për shkak të sasisë së ulët të hekurit në trup, por edhe vitaminave të tjera siç është vitamina B6. Ndryshime në lëkurë. Shenjat e mungesës së vitaminës B6 mund të pasqyrohen dhe në fytyrë, pasi trupi përjeton ndryshime kimike. Goja mund të jetë pjesë e mirë e trupit për të dalluar mungesën e vitaminës B6. Mungesa e vitaminës B6 mund të shfaqet me tharje dhe çarje të buzëve. Gjithashtu, mungesa e vitaminës B6 mund ta bëjë trupin tuaj të jetë më i predispozuar ndaj infeksioneve dhe sëmundjeve. Gjithashtu, mund të keni mpirje të duarve dhe këmbëve, dhe fëmijët tuaj mund të jenë nevrik, pasi kjo shkaktohet nga mungesa e vitaminës B6. Kanceri. Nivelet e ulta të vitaminës B6 luajnë rol në riskun ndaj kancerit, edhe pse studiuesit nuk mund të kenë ende një përgjigje konkrete. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 15 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me të minim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatorëve të pasdites në relievet malore lindore pritet mbrëmësira të rrethta deri mesatare, të cilat lokalisht mund të shoqërohen me rreshje të izoluara apo të shkurtra. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kaliptare. Pasditja vijon me mod të nxehtë dhe kryesisht të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 37 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të frejë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgësim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 19 deri në 37 gradë Celsius. Kukës, 19 deri në 33 gradë. Peshkopi, 18 deri në 31 gradë. Tiranë, 24 deri në 34 gradë. Durrës, 25 deri në 33 gradë. Kavaj, 24 deri në 33 gradë. Elbasan, 23 deri në 36 gradë. Berat, 23 deri në 37 gradë. Korçë, 17 deri në 30 gradë. Vlorë, 25 deri në 33 gradë. Gjirokastër, 19 deri në 32 gradë. Sarandë, 25 deri në 33 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës.
Territori i Kosovës për datën 15 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell, që pasdites në zonat malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa rishje domethënëse. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellur, ndërsa pasditja vijon me mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 31 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 16 deri në 30 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 29 gradë Celsius. Skënderaj 16 deri në 30 gradë Celsius. Pej 16 deri në 31 gradë. Prishtinë 16 deri në 30 gradë. Gjakov 17 deri në 31 gradë. Malishev 17 deri në 31 gradë. Gjilan 16 deri në 30 gradë. Ferizaj 16 deri në 30 gradë. Kaçanik 15 deri në 29 gradë. Suharek 17 deri në 31 gradë. Prizren 17 deri në 31 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj të ndiqni në rrjetet tona sociale Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.